Kosovo's political parties wrapped up their final campaign rallies ahead of the December 28th elections, marking the end of a year-long political stalemate. Prime Minister Albin Kurti's Vetëvendosje party addressed supporters in Prizren, emphasizing national security and democratic governance, while opposition parties, PDK and LDK, held rallies in Mitrovica and Pristina, calling for EU integration and greater transparency. With polls not publicly released, the outcome remains uncertain, as voters prepare to cast their ballots in a critical vote shaping Kosovo's future. From crowded streets to passionate speeches, the nation heads to the polls with hope, debate, and anticipation at the heart of every rally. Të dashur qytetarë Prizrenit, ta më shumë se ne ju qëndrojmë mbrapa e ju mbështesim. Kush punon, fiton. Qytetar më kritikoi, tha për ushtri do të me pas tenka. Të nderuar pjesëmarrës, tenkat kanë munguar luftën e parë botërore, kanë tepruar luftën e dytë botërore. Në shekullin 21 tenku nuk është moszgjidhja. Unë e di që Serbia ka jo pak tenka, po veç sa shpenzon për me I mirëmbajt ata, se me sistemet tone antitank s'kan qaj vynë. Do të krijojmë gjykatën e punës, me qëllim, sa I përket sigurisë, Kosova do të jetë e sigurt nga çdo lloj sulmi I mundshëm. Antarësim në NATO, diplomacisë, njohje nga sa më shumë vende, antarësim Këshillin e Evropës, statusi I vendit kandidat dhe drejtimi që s'ka alternativë Kosova në Bashkimin Evropian. Një forcë politike e mendimit, jo e zhurmës, një shtëpi ku fjala ka pesh, ku digniteti ka vlerë dhe ku shteti ka gjithmonë dhe mbetet gjithmonë mbi secilin prej nesh. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të mbyllur një fushat, jemi këtu për të hapur një kapitull të madh, jemi këtu për të thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia, Kosova është e lodhur nga mashtrimi, Kosova nuk është e lodhur nga shteti, është e lodhur nga keqpërdorimi I tij.